Dy ish drejtorë të përgjithshëm të policisë së shtetit Gledis Nano dhe Haki Qako, një prokuror Andi Pogace, që aktualisht është këshilltar pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe numri 2 i BKH-s aktualisht Joni Keta, janë në garë për të marrë drejtimin e institucioni që konsiderohet si FBI-a shqiptare e që asiston SPAK në hetime. Prokuroria e posaçme publikoi këtë të martë listën me 13 kandidatët që garojnë për drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit, pasi Aida Hajna, që e drejtoi në 5 vjeçarin e parë të krijimit këtë institucion, i përfundon mandati më 31 gusht 2025. Pas mbylljes së aplikimeve, procesi kalon në fazën e verifikimit paraprak nga komisioni ngritur me urdhër të drejtuesit të SPAK, njoftoi prokuroria e posaçme. Komisioni përzgjedhës përbëhet nga Altin Dumani, kryeprokurori i SPAK, dhe 2 prokurorët e posaçëm Arben Kraja e Behar Dibra. Sipas ligjit, kandidatët për të drejtuar BKH-n duhet të kalojnë në disa faza testimi, që nga testimi me shkrim, ai psikologjik, testi fizik, kontrolli i figurës dhe pasurisë e deri tek testi i poligrafit. Kandidati që kalon me sukses çdo fazë propozohet për emërim Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Më herët SPAK përfundoi procedurën e riemërimit të drejtores aktuale të BKH-s Aida Hajnaj, e cila pasi shfaqi interes nuk dorëzoi dokumentacionin shoqërues dhe procedura u ndërprer duke u hapur më pas gara. Drejtuesi i ri qëndron në krye të institucionit për 5 vite me radhë dhe ka të drejtën e riemërimit